që duhet ta diskutojmë bashkë, edhe mirë që më the, edhe dua ta them ty të kuptojmë diçka bashkarisht. Në rast se partitë e reja, që ishin lavanderia, lavazhieri më i bukur i Spakut, nuk marrin të paktën një mandat për parlamentin e ri, dhe ata marrin 0 mandate, e gjitha ajo që u bënte në publik, ne jemi pro Spakut, se Spaku bën punën e mirë, populli shqiptar don ndryshimin, populli shqiptar don të ndëshkoj këta, drejtësia duhet të ndëshkoj, iki në kazanat e inceneratorëve që nuk ekzistojnë. Prandaj, lufta e atyre që i bënin lavazh Spakut, që Spaku i bënte masazh Partisë Socialiste duke përdorur politikisht zoti Rama Spakun, është treguesi i qartë që ato subjekte kanë humbur në rast se nuk kanë marrë mandat. Është të tmerrshme kjo. Pretendonin grup parlamentar. Dhe të pretendojnë edhe 140 deputet, po është të tmerrshme që nuk marrin të paktën një në rast se jemi në kushtet që jemi tani momentalisht, që akoma nuk është padhur rezultatet dhe nuk e dim akoma numrimin. Është të tmerrshme, e pa imagjinueshme që është bërë një institucion që ato i bënin lavazh nga mjes deri në darkë. Zhllima thoshte gjithmonë statistika, kujdes këte, ata, avokatët ata, edhe nuk do marrin të paktën një mandat. Unë them të paktën një mandat. Por çka kanë thënë ata, do marrim grup parlamentar, ne nuk do formojmë qeverinë, do të çojmë zgjedhje parakoshme, edhe në rast se ndodh kjo gjë do jetë diçka pozitive për ata që e besojnë këtë gjë. Po në rast se nuk ndodh kjo gjë, çfarë duhet të bëjnë ata? Të dalin përsëri të bëjnë lavazhin tek Partia Socialiste dhe te Spaku, edhe duke përçarë opozitën që të favorizohet Rama, se në rast se rezultati tyre nuk prodhon mandat, i bën që ata kanë qenë shërbëtor të Edi Ramës. Kjo nuk është nga aspekti emocional. Është në logjikën qartazi politike, racionale, për të thënë të qytetari, nuk u binde nga ata të rinj të cilët ti thoje dua të rinj të futen në parlament. Pra qytetari është ai ke dëgjuar ti, Shqipëria nuk bëhet, Shqipëria kështu, të rinj të ikin, nuk bëhet ky vend kështu. Po ty të erdhën disa me të thënë që unë do ta bëj vendin dhe ti nuk i ke dhënë grup parlamentar? Mirë, ti nuk i ke dhënë grup parlamentar, po unë po të them të paktën një deputet. Po ja dhe të paktën një deputet, diçka po bëhet. Po nuk ja dhe të paktën një deputet, atëherë dhe ti si popull do thot pas ke një faj. Cili është faji? Që ti tjera thua në publik dhe tjera bë të kutia votimit, se je në presion të partisë që të manë me punë, kundërkohë puna është shtetit dhe normalisht pagush nga taksat e gjithëve, edhe atit që e bëre pa grup parlamentar, që pretendon për grup parlamentar, edhe për atë të cilët thot që unë do të marr 71 mandate. Pra, e thënë troç, tjera them publikisht, tjera themi në kutinë e votimit. Për ta mbyllur avokat, këto zgjedhje do njohë SBA-ja me BE-n? Dy këto institucione kanë një politikë të ndryshme. Bashkimi Evropian përbëhet nga shtete anëtare që kanë sovranitet të brendshëm. Është në varësi të çdo shteti të njohë apo jo rezultatin, apo të njohë apo jo kryeministrin e ardhshëm të Shqipërisë. Për këtë nuk merrem dot, sepse Bashkimi Evropian është diçka shumë ndryshe, nuk ka lidhje me Amerikën. Ndërsa tek linja Trump, unë e kam thënë, sherifi është në Tiranë, e keni këtu, nuk e keni mediatikisht, harrojeni, nuk është dukur kurrë, e pa imagjinueshme kjo gjë për asnjërin, po është vërtet. Këtë e ka thënë zëvendës presidenti i Amerikës, ashtu e ka thënë edhe Trumpi që këtu e kemi linjën tonë dhe nuk kemi më departamentin e shtetit që çpall në grada çdo kundërshtar politik të partisë në pushtet që është e financuar nga Fondacioni Soros. Është thënë shumë qartë. Pra nuk ka pse ne të rrim edhe të mendojmë tani në këto momente kush do të njohë rezultatin apo do të njohë kryeministrin e ardhshëm. Dihet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Sorosian në kushtet që jemi dhe linja Trump nuk njeh asnjërin. Nuk i njeh zgjedhjet Trumpi? Nuk e njeh asnjë person që është i Sorosit.
Nuk e thash që nuk nje zgjedhjet. Pra nëse Partia Socialiste sipas KQZ-s fiton zgjedhjet, shumicën, Trumpi nuk e njeh. Për ta bërë më thjesht, divulgative. Kjo është. Trumpi nuk nje kryeministrin i ardhur nga Fondacioni Soros. Pra Trump nuk e njeh Ramën kryeministër. Po unë s'të thash Rama kryeministër. Unë të thash Trumpi nuk do të njohë kryeministër Sorosian. Po nuk të thash nuk do të njohë zgjedhjet. Ka diferencë njohja me zgjedhjet dhe njohja me kryeministret. Okej, e bëjmë ndryshe pyetjen. A është Rama Sorosian? Po. Atëherë Trumpi nuk e njeh Ramën kryeministër, nëse Partia Socialiste fiton zgjedhjet. Edhe një herë. Kryeministri mos të jetë Sorosian. Po jo Partia Socialiste. Po, jemi tek emri, tek lideri. Po nuk na intereson emri i liderit. Po ne kemi thënë që edhe fushata ishte personalizuar. Sepse kryetari i grupit parlamentar dhe kryeministri propozohet nga grupi parlamentar të partisë që fiton zgjedhjet. Po flasim që për një parti socialisti që ka ndryshuar nga ajo kohë që ju më flisni me këto parime. Edhe një herë të them, nuk ka të bëjë me parime, ka të bëjë me incidente dhe me fraksione. Jo brenda Partisë Socialiste. Jashtë Shqipërisë në Amerikë. Më lejo të konkur dhe një herë. Pra, Trumpi, Ramën kryeministër nuk e njeh. Ai nuk do njohë Sorosin kryeministër. Pse çuditesh? Jo, unë pa e lidh gjithçka me kryeministin, ai është lideri, ai vendos për gjithçka. A tani ai një as e një atë. Kjo është ai vendos për brenda vendit. Jashtë vendit nuk ka më zoti Rama atë vlerë që kishte me Bidenin. Javës tjetër liderët e BE-s janë në Tiranë. De facto është njohje. Le të vinë liderët e BE-s sepse di çfarë ndodhi liderëve të BE-s. I plasi rasti me Ukrainën që plasi lufta, i dhanë statusin Ukrainës dhe thanë tani duhet detyrohemi të japim edhe Shqipërisë statusin sepse nuk mund t'ia japim ne Ukrainës edhe Shqipërisë ta lejmë kështu.